Do kaloj tani në një tjetër dyshe që është Alba dhe Ester. Alba mendon që ishte tendencioze nga Ester për shkaktuar tension? Jo, nga Ester në asnjë mënyrë nuk e marr unë që e ka pas tendencioze për shkaktuar tension. Thjesht ishte situata që i thash në disa situata të tilla është më mirë mos me u zgjat biseda edhe në mungesë prezencës time. Unë në asnjë moment nuk e kam thënë që Esteri e ka bërë në mënyrë tendencioze, se unë e kam njohur zemrën e Esterit edhe mendjen e Esterit. Janë disa gjëra që ndodhin pa e mendu, po jo se ka pas tendencioze për me ndodh patjetër për të krijuar këtë lloj. Po Luana po thot atë që pa te video tash. Unë po e sqaroj veten time që unë po them që unë nuk e mendoj që ti e ke bërë tendencioze. Përkundrazi thjesht po sqaroj një gjë si shoqja shoqës e para dhe e dyta. Dhe e dyta në asnjë moment ja kam sqaruar edhe Esterit. Në asnjë moment unë nuk e kam problem që të marr këshilla pa marrë parasysh gjinia, pa marrë parasysh mosha nga dikush tjetër. Përkundrazi e kam për kënaqësi me mësu nga tjerë dhe janë vetë unë personalisht që ju kërkoj tjerëve të mësoj nga të tjerët. Pra këtë lloj keqkuptimi që u krijua mes meje mes Ester, që Ester e mendoi sikur... E kuptova të dëgjova Alba, Ester? Atëherë Luana, ajo video që pash ishte shumë e shpifur në radh parë, sepse siç e përmenda edhe te klipi, unë kam qenë ajo që nuk i kam kthyer shpinën Albës kundrejt gjithë fermerëve të tjerë. Po, faleminderit e parë se vlerësove. Dhe jo, do flas unë tash, pastaj do flasësh ti, se shumë kishe folur te videoja. Shumë kishe folur, Alba. Luana, gjitha kjo situata më duk shumë e shpifur, sepse realisht nuk ndodhi asgjë. Vjen Limi aty ndërkohë që unë po punoja bukën dhe i thot Albës pat keq që hajde Alba dhe mësoje bukën se po e bën Esteri. Tani çfarë ndodhi? Alba u ndje xheloze për ndonjë gjë apo Alba u ndje shumë e ulur që Esteri po i mëson bukën, ndërkohë që Elinara është mosha mamit tim dhe ka ardhur dhe më ka thënë të lutem Ester ma mëso dhe mua. Domethënë nuk e kuptoj ku është ngërçi Albës te Esteri në këtë lloj rasti dhe unë ta sqaroj që nuk ka lidhje xhelozia. Jo, nuk do bëjmë kakofoni, do flasun, se për Esterin kjo gjë është shumë e shpifur. Dhe nga ti këtë gjë nuk e pres. Jo, nga ti mund ta prisja nga çdo kush që është brenda, vetëm nga ti. Dhe unë e kam për kënaqësi më Ester, ti e di shumë mirë që se kam problem. Etj me radhë. E di shumë mirë dhe ti e di shumë mirë që unë nuk e kam problem, mësoj diçka prej teje kurse unë vet kam qenë para. Jo, të tjera gjëra më kërkuar. Lajm dhe të tjera gjëra dëgjova aty tjetër gjë është pjesa që unë kam keq kuptuar një bisedë me Limin, domethënë ti nuk kishe lidhje fare aty. Tjetra që thoshte Luana ndërkohë që me procesin e keqkuptimit me Limin është muhabet tjetër. Një sekond. Dhe tjetra që po ti tani edhe po edhe keqkuptimin dhe s'kam dëgjuar. Luana ishte pse po ndërhyn ti në marrëdhënien tonë. Nuk e di domethënë. Nuk thash pse po ndërhyrje ishte Esterit kur Esteri s'ka thënë gjysmë llafi. Ester Okej, duat kaloj është komplete keqkuptuar dhe ta sqarova shumë. Dhe tek Alba, tek marrëdhënia juaj? Big Mama dhe Alba. Te marrëdhënia ime me Albën. Urdhëro Big Mama? Nuk të ndëgjova, Luana. Do kaloj tek debati që tek ju të dyja, në fakt edhe tek Klimi, që ishte pjesë e këtij diskutimi, si është ngërçin mes Albës dhe Big Mamës? Si është gjendja? Jo, po pyes Limin tani, nuk e di nëse më dëgjoni. Po nuk dëgjoj. Të drejtën, unë çka kam pa këtë javë nga Big Mama, nga që ishte kryefermere, i ka konsideruar të gjithë të njëjtë, të gjithë të barabartë, dhe nuk është që ka ndonjë afrimitet më shumë se ç'duhet, ndoshta po e duron pak më shumë se ç'duhet nga pjesa e lojës, por nuk e di, mbetet për të parë. Albën. Po duron Albën, po më thua? Po duron Albën me çfarë shoh unë. Alba? Unë e di që Big Mama nuk ka s'pak besim të gjëra që unë i bëj dhe gjëra që unë i them, se gjithmonë e kam me dyshim pjesën që unë thjesht po aktroj për çdo gjë këtu, edhe në raport me njerëzit e tjerë. Dhe besoj se kjo e lind keqkuptimin mes meje dhe mes Big Mamës dhe gjitha i konfrontim që ndodh. Çfarë është vënë re Alba është që kundrejt Big Mamës apo ke fjalën për me Limin? Ti nuk, unë e kuptoj që ti do të flasësh vetëm për Limin, po flasën për Big Mamën. Po ja, dhe unë për Big Mamën po flisja. Atëherë, po të thoja që çfarë është vënë re është që ndërsa Big Mamën e vlerësoj shumë për diçka. O, Alba, me leje, mund të flas? Jo, s'mund marrësh leje për me. E po mbyllë pra kur flet Luana.
Doja ti pje një vlerësim për Shi si vazhdon prapë. Po, do të t'jap mundësin t'japësh vlerësimin për Big Mamën, duke të bërë pyetjen. Është vënë re që ti Big Mamës nuk i kundërvihesh asnjëherë me tone si që kundërvihesh të tjerëve. Ka një arsye mbrapa kësaj? Ka një arsye shumë fort. Ka një arsye shumë fort, nuk ka lidhje me frikën siç po thuajnë këta këtu, se ne kemi pas debatet me Big Mamën në raportin Alba Big Mama. Mirë po, kësaj jave në raportin fermere dhe kryefermere, në asnjë moment nuk kam parë nga Big Mama ndonjë raport me mua tendencial vetëm nga aspekti personal që kemi. Në lidhje me punën kryefermere, fermere, Big Mama ka qenë shumë modeste, shumë e qartë, shumë e pastër me mua dhe nuk ka lejuar raportin ton personal të ndërhy tek punën ndërmjet nesh. Dhe unë këtë gjë e vlerësoj jashtë mase dhe jap një duarkëtrokitje shumë fort Big Mamës për rolin që ka pasi kryefermere. Dhe me një kryefermere të tillë, pa marrë parasysh raportit personal, unë ka për t'ja dëgju fjalën nga A-ja deri në Z. O Big Mama, ke ndonjë replik? Nuk kam replik, po unë ja kam thënë disa herë, mendimi im ndaj Albës nuk ndron kurrë. Qa të bëj, se duroj do të hiq ndonjëherë edhe prezenca e asaj meriton, po jo mundu t'ja vëndoj një perde vetës time, por edhe gjithë e din se unë jam njëri drejt për drejt, edhe ka e kam zhanë, edhe kënë e urej kur është në drejt, është në drejt. A më tjetër është drejt për drejtshmëria, tjetër drejtshmëria. Po lem, ja nisi, mos e prap vetë Marina. Po tani, vetëm fakti se je drejt për drejt, pa tjetër je drejt. Janë dy gjëra në koncepte shumë ndryshe. Klipin e fundit, thash, është aty, qa tregojsh e ti atë muhabetin, ja fute kohë, edhe une ta tregova, ta rikujtova se qa ke bo edhe bish kundrështim me fjalët e tua. Po jo me ndryshme me të aspekti asaj që them, ndryshme është ajo që mundohen për cilë. Okej, Big Mama, kam Zhakun me një koment të lidhe me këtë? Doja si fillim, jam unë e dashur, doja të të përgëzoja këta herë të t'jepja një duartrokitje shumë të sinqertë dhe të madhe për performansën tënde si kryefermere. Bravo! Kjo është Big Mama që duam. Dhe më përqen shumë edhe në reagimet më të përmbajtura, sepse vërtet po e ke marrë situatën dorë, po ke kontrol mbi të gjithë të respektojnë, vazhdo kështu të lutem, dhe do doja që t'i thoj... Pish ma për ato shakon bota, dish. Jo shumë e mirë, të dua. Të dua, edhe. Dhe do doja t'i thoja Albës... Do dhe Castro. Edhe Castro të do. Doja t'i thoja Albës që në këtë rast kisha disa kritika për qëndrimin e saj, sepse mund të duket pak si me dy fytyra në një moment apo në një tjetër, qëndrimi me Esterin, qëndrimi që mbajtë ndaj atij debatit të vogël me Esterin, por duaj që të them diçka. Mos e humba të Albën që kishim dikur, dhe mos ta bëj të mendojmë që epoka Albës përfundoi dhe tani ka ardhur një epokë e re, sepse për ndryshe do vendosesh, më fal, do vendosesh në një pozicion ku të tjerët do të të shkelin me këmbë dhe do t'i shkosh nga mbrapa atyre që të shkelin me këmbë. E kuptova shumë i mesazhin. Okej. Faleminderit Zhaku. Luana, dërsa unë mendoj i madhi dhe i ndjeri Dritro Agolli ka shkruar mbi shkëlqimin e një farë zyloje dhe se cili person, karakter, personazh ka epokën e vetë. Në rastin konkret unë dua t'i bëj një pyetje Albës të drejt për drejt. Pas debatit ta quajmë që kishte me Esterin. Alba, e quajtë në një moment Limin partnerin tënd. Vërtet Limi është partneri jot? Po, jemi të lidhur të dy. Po ju pse qeshni se kuptoj? Çdo të thotë të jesh i lidhur me një person, do të thotë që ti kesh konsumuar gjitha, ndjesore, fizike, apo jo? Tani gjitha edhe nuk i kemi konsumuar. Pra ligjërisht, logjikisht nuk jeni në një lidhje, nuk e ke partner. Po çfarë lidhje ka ajo pjesa, se gjitha gjërat nuk mund konsumohen këtu. Doja të pyes. Jemi lidhje, po. Jeni në lidhje. Ai pyeti ju përgjigje, jemi lidhje. Mund e flesh ta pyes edhe Limi. Jo, nuk mund ta pyesësh Castro të lutem, se do e pyesim te pjesa tjetër. Në rregull. Okej, faleminderit. Themi ne te studio jon. Ndërkohë që gjatë kohës që ne po diskutonim, shoh Kesin e cila gjithë kohës nënqesh. Pse nënqesh Kesi? Në lidhje me situatën e Albës flas. Po, në fakt mendoja që do ndryshoj mendim për Albën. Mendoj që çdo gjë është fake. Pse është kështu?
Kështu e shoh. Edhe marrëdhënien me të dy ata e sheh ashtu? Po, patjetër. Kundrejt Albës jo, kundrejt Limit me Albën. Pra Limi me Albën nuk ka asnjë lloj, okay, do të diskutojmë pak në pjesën tjetër, se do flasim për ata dy, duke qenë se ka kuriozitet edhe nga ju. Ndërkohë që unë harrova tek Zysh Merita që erdhi pranë duelin, ai e ka kërkuar dhe ata të dy u takuan pas kaq vitesh. Unë kam një zysh në klasën time të parë dhe të dytë, ka qenë zysh Shqipja, gjej rastin ku je, nëse je diku të lutem me kontakto se kam shumë dëshirë të të takoj. Kam vranisht. Ka qenë yll e bukur me një nishan këtu dhe e kam kërkuar gjithkohës nëpër Tiranë kur kam qenë adoleshente, gjej rastin që sonte kam një dritare mediatike të madhe për të kërkuar, kam shumë dëshirë të të përqafoj. Bravo!